Vlerat dhe dhuntit e njeriut. 1. Njeriu është përfaqësuesi dhe zëvendësi i Zotit mbi tokë. Kur Zoti yt u tha engjëjve, unë po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës, ata thanë, a do të vësh në të atë që bën çrregullime dhe që derdh gjaqet, e ne të madhërojmë, ty me lavdërimin tënd dhe plotësisht të adhurojmë. Ai tha, unë di atë që ju nuk dini. 2. Kapaciteti mendor i njeriut është kapaciteti më i madh që mund të zotërojë çdo krijesë tjetër. E ai, Zoti, ja mësoi Ademit të gjithë emrat, pastaj ato u prezantoi engjëjve dhe u tha, më tregoni për emrat e këtyre sendeve të emërtuara. Nëse jeni të drejtë, çka mendoni? Engjëjt thanë, ti je i patëmeta, ne nuk kemi dije tjetër përveç atë që na e mësove ti. Vërtet, ti je i gjithëdijshmi, i urti. Zoti tha, o Adem, njoftoj ata, engjëjt, me emrat e atyre, sendeve. E kur u rrëfeu atyre për emrat e tyre, Zoti tha, a nuk ju kam thënë juve, se unë më së miri e di fshehtësinë e qiejve e të tokës, dhe më së miri e di atë që ju e publikoni dhe atë që e mbani fshehtë. 3. Njeriu ka në karakterin e tij dhuntinë e njohjes së Zotit dhe në thellësitë të ndërgjegjes së tij, ai ka vetëdije. Përkujto, kur Zoti yt nxorri nga shpina e bijve të Ademit, pasardhësit e tyre, edhe i bëri dëshmues të vetes së tyre, duke u thënë, a nuk jam Zoti juaj? Ata thanë, po, dëshmuam, të mos thoni në ditën e Kiametit, ne nga ky dëshmim ishim të panjohur. Kur njerëzit i prek ndonjë e keqe, ata me përulje i luten Zotit të tyre, duke ju drejtuar vetëm atij. E kur ai nga të mirat e veta u shijon atyre, ja që një grup prej tyre i përshkruajnë shok Zotit të vet. 4. Në natyrën e njeriut, përveç elementeve material që ekzistojnë tek bimët, kafshët dhe sendet, ekziston edhe elementi qiellor dhe hyjnor. Njeriu është i përbërë nga 2 dimensione, dimensioni material dhe ai shpirtëror. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriut e filloi nga balta, pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike uji të dobët. Mandej, ai e formëson atë në barkun e nënës dhe nga ana e vet i jep shpirt atij, edhe ai është që juve ju pajis edhe me dëgjim, me të parit dhe me zemër, e pak send është ajo që ju falenderoni. 5. Krijimi i njeriut është një krijim i mirë llogaritur dhe jo rastësor. Njeriu është një qenie e zgjedhur dhe e dalluar. Ata të dy hëngrën nga ajo pemë dhe që të dy u zhveshën e ja nisën ta mbulojnë veten e tyre me gjethe që i mblidhnin nëpër xhenet. Dhe kështu, Ademi theu urdhrin e Zotit të vet dhe gaboi. 6. Njeriu ka personalitet të pavarur dhe të lirë. Ai është ruajtësi i porosisë së Zotit, ka përgjegjësi dhe mision. Ne u ofruam amanetin qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta marrin përsipër atë, edhe u friksuan prej tij, ndërsa njeriu atë e mori mbi vete, dhe ai i bëri pa drejtësi vetes, e ishte i padijshëm. 7. Zoti i ka dhënë njeriu të drejtën për të zgjedhur. Ne e udhëzuam atë në rrugë të drejtë, e ai do të jetë mirënjohës ose përbuzës. 8. Njeriu zotëron një fuqi dhe forcë të brendshme shpirtërore. Zoti, atij i ka dhënë supermaci mbi shumë prej krijesave të tjera. Edhe kur ai ta ndjej dhe ta kuptoj me të vërtetë veten e tij, atëherë ai i largohet kotësirave, dobësive, epshit dhe veprimeve të ulta. Në të vërtetë, nderuam pasardhësit e Ademit, njerëzit, u munduan të udhëtojmë hipur në tokë në det, i begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata, i lartësuam ndaj shumicës së krijesave që ne i krijuam. 9.
Ai zotëron një ndërgjegje morali, e cila me urdhër të frymëzimit të shpirtit dallon të mirën nga e keqja. Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. 10. Njeriu nuk gjen qetësi me asgjë tjetër, përveç se me përmendjen e Zotit. Kërkesat e njeriu janë të pafundme. Kur ai arrin diçka që e dëshiron, ngopet shpejt dhe mërzitet prej saj. E kundërta ndodh vetëm në qoftë se ai bashkohet me qenien pafund e të pakufi, Zotin. Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. 11. Të mirat e tokës janë krijuar për njeriu. Ai, Allahu, është që për ju krijoi gjithçka që ka në tokë. Pastaj, vullnetin e vet ia drejtoi qiellit dhe i përsosi ata 7 qiej. Ai është i gjithëdijshmi për çdo gjë. Dhe për ju nështroi gjithçka në qiej dhe çka në tokë. Një mend për njerëzit që mendojnë thellë, në to ekzistojnë argumente. 12. Zoti e ka krijuar atë vetëm që të adhurojnë Zotin e vet dhe të pranojë urdhrin e tij. Pra, detyra e tij është i bindet urdhrit të Zotit. Unë nuk i krijova gjindët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë. 13. Njeriu duhet të ndjek dhe të ketë si shembull vetëm Zotin e tij, dhe nëse ai do ta harronte Zotin, do të harronte veten e tij. Nuk e di se kush është, për çfarë është dhe se ku duhet të shkojë. E mos u bëni si ata që e harruan Allahun, e Allahu bëri që ata ta harrojnë vetveten, të cilët janë ata të prishurit. 14. Njeriu, kur të largohet nga kjo botë dhe kur të heq perden e trupit të tij, që në të vërtetë është perdja e shpirtit, ai do të zbulojë shumë të vërteta, të cilat për të sot janë të fshehura. Ti ishe në një huti nga kjo ditë, e ne ta hoqëm perden tënde, dhe tash ti sheh shumë mprehtë. 15. Njeriu nuk punon vetëm për çështjet materiale, dhe për të nuk mjafton vetëm plotësimi i nevojave materiale të jetës, por ai lëviz për qëllime dhe aspirata shumë herë më të larta. Është e mundur që ai të arrijë në atë shkallë që lëvizjet dhe përpjekjet e veta t'i bëj vetëm me qëllim arritjen e kënaqësisë së Zotit. O ti shpirt i bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetkënaqur e i pranuar. Besimtarëve dhe besimtareve Allahu u premtoi xhenete, nën të cilën rrjedhin lumej, në to do të jenë përgjithmonë, dhe u premtoi vendbanime të bukura në xhenetin e Adnit, edhe një disponim nga Allahu që është mbi të gjitha. Ky pra është ai shpëtimi i madh.